Ndonë se në vitin 2021 nuk kaloi VMRO DPMN-ja e ka risjell në kuvent propozimin që deputetët të mos kenë të drejtë të kenë dy shtetësi. Deputetja e shumicës parlamentare nga radhët e VMRO DPMN-s Dragana Bojkovska tha se ky ligj si propozim vjen me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare nga ana e të zgjedhurve të popullit. Vlerësojmë tek pjesa, një deputet, një shtetas është i drejtë. Shpresojmë të arrijmë konsensus me të gjerë nga ana e deputetëve. Para së gjithash, duhet jemi përgjegjës sepse jemi të zgjedhurit e popullit. Mbrojtja e interesave kombëtare të një shteti dhe pikërisht për atë propozuam këtë model dhe që i njëjti të jetë përsëri para deputetëve. Ligjin në fjalë nuk e mbështesin nga BDI-ja, deputetja nga radhët e opozitës Arbana Pasholli akuzon shumicën se të gjitha ligjet me rëndësi i procesuan me procedurë të shkurtuar. Ndërkaq nga Partia Liberal Demokrate kërkojnë që përveç ndryshimeve në ligjin për deputetët të ndryshohen edhe ligjet që rregullojnë zgjidhjen e të gjithë funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Një rregull të vlej për të gjithë. Mjaft më me dyftësi dhe standarde të dyfishta. Kriteret dhe ligjet duhet të vlejnë për të gjithë më njëherë dhe pa vonesa. Deputetët, ministrat, drejtorët, prokurorët publike dhe gjyqtarët nuk duhet të kenë shtetësi të dyfisht dhe kjo duhet të vlejë si për ata aktual, ashtu edhe për ata të ardhshmit, pa asnjë shtyrje. Kujtojmë se BDI-ja edhe në vitin 2021 kur për herë të parë VMRO e kishte dorëzuar në kuvent këtë propozim ligj, e kishte kundërshtuar dhe nuk e kishte miratuar.